Unë e di që çdo herë prej gabimeve mësojmë. A mendon që nga trajtimi që po merr je i gatshëm me rifillu edhe qysh e ke mendu ti rifillimin e jetës tënde? Çka ki me eliminu e çka ki me shtu në jetën tënde? Këtu kem trajtime me psikolog, ku që në animojnë shumë këtë aspekt, edhe në animojnë sidomos në pjesën që thova e planifikimin, e kemë në trajtim grupor planifikimin, ku me ditë në shka me bon kur dalëm për këtë ujët, edhe mos më këthy asnjëherë në të pjesë. Cili është ai menimi që e mon që thojmë në popull vathën vesh, që edhe nëse të telefonojnë, edhe nëse të sforcojnë me rifillu diçka tillë, ti ki me thonë jo? Çdo herë do të më thonë jo, edhe gjithë këta njerëz që në shisin, këta dilera, ju baj apel e i mronin policia, as mos e vlinë se këta janë fundrinja, nuk janë kur gja ish këta. Këta janë fundrinja, këta janë kanceri i shoqërisë tonë.